Okej, jemi? Gati. Profesor, së shpejti hapet biblioteka e parë në gjuhën shqipe në manastir dhe ju jeni një ndër iniciatorët nga Shqipëria që keni sjell 1000 libra në këtë manastir. Çfarë ju shtyu? Na shtyu projekti i kësaj goce që ka emrin Mira, ku ka menduar një projekt të mirë edhe ne thjesht jemi mbështetës, frymëzues, formësues bashkë me zotin Andi edhe me shumë tjerë, me zonjën Bardha e shumë tjerë që kemi ardhur rreth 3 makina me 1000 libra dhe i dorëzojmë to për të bibliotekë të parë të librit shqip. Dhe dielli edhe koha e bëri mbardi. Ja piti, diell, xhenet, e diell dynjaja. Kështu që në këtë kuptim e quaj moment ogur të mirë dhe çast të mbar. Çfarë lloj librash keni sjell? Librat janë të fushës gjuhësore, historike, etnokulturore, artistike, për fëmijë, enciklopedi, gjeologji, natyrë, pra gjitha librat ku qytetarë shqiptar me një të thirrur nga zonja e mirë që e hapi këtë lajm të mirë dhe ne së bashku e mblodhëm dhe e sollëm me një lloj ekskursioni, më shumë ekskursion se sa një lodhje. Nuk isha ai si e menduam ftohti të bora, jo, na priti mirë Zoti natyra sepse do ky Zot e ka natyrë që këtu të rimërkembet pikërisht atë që bën të parët tanë 114 vjet përpara. Sa të mirë pritur ishin këta libra? Po këto unë besoj që janë shumë mirë pritur, zonja e mirë do t'i kodoj këto në Shkup, e pastaj do zënë vend sapo të krijohet në ditën e parë të bibliotekës për të librit parë shqip, dhe mendoj se çdo gjë do eci mbar ku ata shqiptarë që janë, po ata që janë dhe jashtë shtetit nëpër Sidney apo nëpër Amerikë, dinë çfarë librash të kërkojnë, jo vetëm në Republikën e Shqipërisë, po edhe në Republikën e Maqedonisë Veriut, ku është folur historikisht shqip, pa larën të qytet, kryeqyteti i kulturës shqiptare, shqip edhe më tepër se shqip. Pse mendoni që pikërisht kjo bibliotekë hapet këtu ku është mbajtur ky kongres? Po kjo është shenjë, kjo është vatër e alfabetit, vatër e gjuhës, nga këtu nisën shkollat normale në Elbasan, mësuesit e parë të gjuhës shqipe dhe u prap ajo që quhet rrenjë historike e popullit shqiptar. Nga këtu nisi, nga ky grupim, nga ky komision me të mëdhenj, dragojnë e gjuhës apo të historisë shqiptare. Do Gjeq Fisht, do Mitat Befrashi, do Ndremjedër, do Zavalanin, Tajarin, do Qiriqin, do Themisir Gërmenin, që vuri pikërisht këtë atëre hotel dhe vuri në shërbim të kombit. Dhe sa sot kënë luks ta politikantit. Sot atëre vinde pronën për historinë, sot vën historinë e vën për stomakun e tyre. Kjo është i gjitha që bëhet.